Greqia do të ndalojë qasje në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç nga 1 janari i vitit 2027. Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri grek Mitsotakis përmes një postimi në platformën TikTok. Prej vitesh dëgohet i njëjti shqetësim nga prindrit, fëmijë që flen keq, që kanë shumë ankth dhe që kalojnë gjithnjë e më shumë kohë përpara ekranit, shprehet Mitsotakis. Por të njëjtën lodhje dhe presion e përshkruajnë edhe vetë adoleshentët, të cilët ndihen të ekspozuar ndaj krahësimit, komenteve dhe nevojës për të qenë vazhdimisht online. Sipas kryeministrit grek, shkenca është e qartë: kur një fëmijë kalon shumë orë para ekranit, truri nuk pushon. Për këtë arsye, qeveria greke do të sjellë ligjin përkatës për miratim gjatë verës së vitit 2026, me hyrje në fuqi në fillim të vitit 2027. Mitsotakis theksoi se Greqia do të jenë ndër vendet e para që ndërmarrin një hap të tillë, por paralajmëroi se qëllimi nuk është largimi i fëmijëve nga teknologjia. Siç u shpreh ai, problemi qëndron tek mënyra se si disa aplikacione janë projektuar për të mbajtur sa më gjatë vëmendjen e të miturve dhe për të kthyer kohën e tyre në burim fitimi. Në Greqi është ndaluar tashmë përdorimi i celularëve në shkolla dhe janë krijuar platforma për kontroll prindëror, ndërsa sipas një sondazhi të publikuar në shkurt, rreth 80% e qytetarëve mbështesin ndalimin e rrjeteve sociale për të miturit. Pak më vonë, kryeministri grek i dërgoi një letër presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke kërkuar një kuadër të përbashkët evropian për mbrojtjen e të miturve nga varësia digjitale. Në letër ai propozon 5 masa kryesore, si verifikim të unifikuar të moshës në nivel evropian, përdorim të detyrueshëm të këtij mekanizmi nga të gjitha platformat, vendosje në një moshe madhore digjitale në 15 vjeç, verifikim të përsëritur çdo 6 muaj dhe një mekanizëm të përbashkët kontrolli e sanksionesh ndaj kompanive që nuk zbatojnë rregullat. Pas Australisë, edhe shtete si Britania, Spanja, Slovenia dhe Austria po shqyrtojnë masa të ngjashme.